Kriminalët e huaj dhe azil kërkuesit e refuzuar nuk do të marrin më shumë se 10.000 pound për tu rikthyer në shtëpi, tha sekretaria britanike e shtetit në departamentin e brendshëm Shabana Mahmood. Mahmood kërkon të rrisë shumën e dhënë për shkelësit e ligjit të emigracionit të dënuarit të huaj dhe për personat që u është refuzuar strehimin në Mbretërinë e Madhe për t'i inkujaruar ata që të largohen. Ministri i Sigurisë kufitar Alex Norris tha se pagesat aktualisht deri në 3.000 pound ishin një shumë e madhe për shkak të kostove të akordimit të ardhurave të paligjshëm. I këmbguli se ndihmat nuk do të kalonin 10.000 pound, se refuzoi të përcaktonte një shifër të saktë. Norris zbuloi më herët se Ministria e Brendshme do të deportonte fëmijët e lindur në Mbretërinë e Bashkuar nëse prindërit e tyre ishin caktuar për t'u larguar. Deklarata e tij erdhi përpara mbërritjes së emigrantëve të parë në qendrën e emigracionit Caps File, e cila është rihapur si pjesë e përpjekjeve për të rritur deportimet. Për momentin, lloji i regjimit për të cilin po flasim është rreth 3.000 pound, tha Norris në qendrën e largimit të emigracionit, të cilën Ministria e Brendshme e rihapi ndërsa përpiqet të rrisë deportimet. Po shqyrtojmë një program pilot të mundshëm për të arritur këtë, shtoi ai. Realiteti është se kjo është një shumë e madhe, sepse nëse dikush ka nevojë të çndrojë në hotel për një periudhë të gjatë kohore, është e kushtueshme për taksapaguesit, theksoi ai. Ofrimi i stimuj me përkthimin vullnetar i shërben taksapaguesve e bën këtë proces më të lehtë. Nëse ka mënyra për t'u siguruar që ai që ndodh më shpesh, atëherë kjo është ajo që shqyrtojmë nga afër. I pyetur nëse pagesat do të arrijnë në 10.000 pound për Grand, Norris këmbguli se nuk mund ta miraton të shifër. Çdo azil kërkues kushton mesatarisht 30 pound në vit për akomodim, ushqim, veshmbathje dhe pagesa emergjente të para të gatshme. Familjet emigrante, kërkesat e të cilëve për azil janë refuzuar, do të deportohen nëse refuzojnë stimujt më parë të gatshëm. Sekretaria e Brendshme Shabana Mahmood do të urdhërojë deportimin me forcë të familjeve që refuzojnë të marrin stimuj më të mëdhenj, sipas Ministrisë së Brendshme. Aktualisht ka një numër të konsiderueshëm familjesh që do të deportohen. Megjithatë, kjo nuk ka qenë pjesë e qasjes kryesore së Ministrisë së Brendshme britanike, që do të thotë se jemi në një situatë ku kemi 700 familje shqiptare që janë azil kërkues të refuzuar nga një vend që nënshkruesi i KDN-s, Konventes Europiane për Drejtat e Njerit, dhe nuk po largohen, tha Norris. Më në fund, do të jetë rasti të gjithëve në bazë të meritave sipas ligjit të emigracionit, po për shkak të rrethanave dhe në këto raste njerëzit do të largohen, tha Norris, i pyetur nëse kjo përfshin fëmijët që lindin në Britaninë e Madhe. Partia Laboriste këmbgul se 50.000 kriminal të huaj, azil kërkues të refuzuar dhe shkelës të ligjit për emigracionin janë larguar dhe kur qeveria e kryeministit britanik Keir Starmer mori detyrën.